Më thënë, a mund ta themi me plot gojë vllai që ka humbur dashuria për kombin, apo kjo lloj dashurie në brezat tan edhe në kohët moderne është zëvendësuar me një dashuri tjetër konsumatoriste? Normalisht në një vend ku le të themi synimi kryesor është buka e gojës dhe të kapin çat kapin, sepse këtu te ne nga roja që është në spital do të nxjerrin ai 2000 lekë ose 5000 lekë deri te drejtori apo ministri që bëhet fjalë me qindra dhe mijëra euro, secili do të kapi diçka për veten e vet, kaq e thjeshtë është. Dhe krijohen pastaj idhuj të rrem. Pra këtu te ne mbushet, bombardohet ekrani çdo televizion dhe ne e dim shumë mirë me idhuj të rrem që t'ia tërheqin vëmendjen qytetarëve nga problemet e vërteta. Pra po të pyesësh një fëmijë sot në gjimnas ose 9 vjeçare çfarë ka idhur, do të thotë ndaj futbollist, ndaj këngëtar të huaj që ai nuk e di fare ku i bie Shqipëria dhe absolutisht nuk njohin heronjt kombëtar të vendit. Problemi është se njerëzit nuk i din fare këto. Pra dhe normalisht do kenë këta heronjt e kohëve moderne, këta Big Brotherit, se i ke qefti. Po, mbaroj për këta. Për Big Brotherin mbaroj. Jemi në pritje të heronjve të rinj, edhe ca ditë edhe. Po mbarojnë hallet. Je di rrjeti i vu. Mbarojnë hallet. Kush do t'i di këto probleme që ngre ti me të drejtë në çdo podcast. Fare. Pra del një aty nga hiçi 100.000 djegës për 2-3 ditë. Ka që thjesht është.